Gjykata kushtetuese zbardh vendimin që rrëzoi pretendimet e ish kryebashkiakut të Kavajës Elvis Roshi për shkarkim të padrejtë nga puna, duke i hapur rrugë në këtë mënyrë caktimit të datës së zgjedhjeve të parakohshme në Kavaj nga presidenti i Republikës. Siç shihni edhe në këtë kopje të vendimit të siguruar nga Report TV, ai mban numër 24 të datës 23 mars 2017 dhe në 11 faqe gjyqtarët argumentojnë pse kanë rrëzuar kërkesat e Roshit. Sipas kushtetueses, ankimimi i Roshit ndaj vendimit të Këshillit të Ministrave nuk mund të pranohet, pasi nuk ishte ky vendim që e shkarkoi Roshin, por ishte vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndalur tek vendimi i KQZ-s, kushtetuesja sqaron se Roshi më parë duhet i drejtohet gjykatës së jurisdiksionit të zakonshëm, në këtë rast gjykatës administrative, e më pas duhet të depozitonte padinë kushtetuese. Por ish kreu i Bashkisë së Kavajës në padinë e tij kërkoi dhe shfuqizimin e një sër nenesh të ligjit të dekriminalizimit, për të cilin kushtetuesja argumenton se kërkuesi nuk legjitimohet të kërkojë shfuqizimin e ligjit numër 138 të 2015-s. Ai duhet të përdorë mjetet juridike në dispozicion për të kundërshtuar aktet individuale të dala nga zbatimi i ligjit që ai pretendon si antikushtetues, dhe vetëm pasi të ketë shtërruar rrugët gjyqësore, nëse kërkuesi pretendon si janë cënuar të drejtat dhe liri themelore, atëherë ai mund i drejtohet kësaj gjykate. Ky vendim tashmë në fuqi dhe Roshi s'mund të jetë më në krye të Bashkisë së Kavajës, ku pritet të mbahen zgjedhje të parakohshme lokale. Roshi humbi mandatin pas kërkesës së prokurorisë së përgjithshme, e cila argumentoi se kishte fshehur dënimet e marra në vende të ndryshme europiane.